Falënderimi dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhelle xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatën mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pasaj të ndershëm vëllezër besimtar të pranishëm. Ngjarjet historike në Islam kohë pas kohe përsëriten. Por përsëritja e tyre të ndershëm vëllezër është vlerë, është përkujtim, është inkurajim. Gjithsesi është edhe mësim. Në mesin e këtyre ngjarjeve që përsëriten dhe gjithsesi të dobishme për ne, është edhe mrekullia prej mrekullive më madhështore që i ka ndodhur pejgamberit alayhis salam, është historiku i Isras dhe Mirajit. Pra është prej mrekullive më të mëdha që i ka ndodhur pejgamberit alayhis salam dhe nuk i ka ndodhur asnjë pejgamberi më herët. Nuk është hera parë që rrëfejmë dhe nuk është edhe hera parë që ndëgjoni. Por, ja që sa herë që rrëfehet kjo pjesë e historisë, gjithsesi që neve na kthen kohë dhe na bën që të meditojmë, të përfitojmë e të nxjerrim mësime. Patjetër që të ndershëm vëllezër, kjo ngjarje ka qenë një stimulim dhe inkurajim, sforcim për vetë pejgamberin alayhis salam. Mirë po në anën tjetër ka qenë edhe një sprovë për një pjesë të madhe të njerëzve. Për të rrëfyer për historikun e Isras dhe Mirajit na duhen ligjërata të shumta, por po mundohemi që në version të shkurtër ta theksojmë si ngjarje për të nxjerrë disa mësime. Fillimisht të ndershëm vëllezër, Israja, fjala Isra, nocioni Isra e ka kuptimin udhëtim natën, ndërsa Miraji e ka kuptimin ngjitje në qiell. Dhe që të dyja këto i ka vërtetu Kurani dhe Suneti. Allahu xhelle xhelalu në Kur'an ka zbrit një kapitull, një sure, e ka emërtuar dhe është emërtuar në këtë ngjarje, Suratul Isra, kaptina e udhëtimit natën. Në citatin e parë thot Allahu xhelle xhelaluhu pas Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladhi asra bi'abdihi lejlen min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir. I patmeta është ai i cili e barti robën e tij në një pjesë të natës prej Qabës, Mesjidul Haram, prej Qabës në xhamin më të largët, Mesjidul Aqsa në Kuds. E hapësirën e saj, rrethinën e së cilës e kemi begatuar me mirësi. Këtë bëm, po thot Allahu, që ti rrëfejmë, që ti bëjmë ta sheh ose ti sheh pejgamberi alayhis salam disa prej argumenteve tona. Vërtet ai për Allahu dëgjon çdo gjë dhe sheh çdo gjë. Ky citat vërteton për udhëtimin Isran, ndërsa për Mirajin ka folë Allahu në Suratul Najm, kapitullin e yjeve, po ashtu edhe ka folë pejgamberi alayhis salam. Prandaj të ndershëm vëllezër, kjo ngjarje, pra kjo mrekulli ka ardhur pas disa ngjarjeve paraprake ose i kanë paraprit disa ndodhi. Në mesin e tyre është bojkotimi dhe persekutimi i pejgamberit alayhis salam dhe shokëve të tij në Mekë. Pasi që në fakt Mekasit e kanë persekutuar pejgamberin alayhis salam. Dhe në këtë kohë kemi pra ato vitet e bojkotit, e leqitjes, 3 vite radhazi ku Mekasit kanë bojkotuar pejgamberin alayhis salam dhe muslimanët në çdo gjë. Pra nuk ju kanë shit asgjë, por kanë bojkotuar tregtinë me ta, kanë bojkotuar martesat me ta, i kanë leqit në çdo segment të jetës. Po jo vetëm kaq, të ndershëm vëllezër. Në këtë kohë kemi edhe probleme të tjera të cilat i kanë ndodhur pejgamberit alayhis salam, sikur që është vendimarrje për hijret dhe kanë migruar në Abisinin atë kohë për shkak të torturave të mëdha. Isras dhe Mirajit i ka parapri edhe vdekja e 2 përkrahësve më të mëdhaj të pejgamberit alayhis salam. Vdekja e bashkëshortes Hatixhes, Allah qoftë e kënaqur me te, e cila ka qenë përkrahëse e para që e ka besu, mbështetja më e fortë për njerëzve. Pastaj i ka vdekë edhe Axha e Abu Talibi, edhe pse në paganizëm, por e ka mbështet fuqishëm pejgamberin alayhis salam. I kanë vdekë para kësaj ngjarje. Kësaj ngjarje ka paraprit të ndershëm vëllezër edhe shkurja në Taif. Taif është një qytet diku rreth 70 kilometra në periferi të Mekës. Pejgamberi alayhis salam sa ishte në Mekë ka shkuar në Taif me i thirr njerëz në Islam.
me përcjell mesazhin e Zotit xhelel xhelal. Mirë, por nuk është mirë prit atje. Madje është dëbu, jo vetëm që është dëbu, por e kanë gjujt me gur, e kanë gjakos pejgamberin alayhis salam. Dhe aty kanë ndodhur ngjarje shumë interesante. Në mesin e tyre është kur Allahu xhelel xhelalu e dërgon Gjibrilin alayhis salam dhe melekun e kodrave, që nëse don me ndëshku, Allahu është i gatshëm. Vetëm ti apo pranon. Pejgamberi alayhis salam nuk ka pranuar me ndëshku banorët e Taifit, të cilët e bojkotuan dhe e gjujtën me gur pejgamberin alayhis salam, e injoruan totalisht. Pra, këtu të ndershëm vëllezër, duhet ta nxjerrin një mësim në jetën tonë përditshëm, që të kemi mëshirë ndaj njerëzve që gabojnë në raport me neve. Të kemi mëshirë ndaj atyre që të injoron ty, ose të përqesh ty që falesh, ose ti që je haxhi, ose ti që sot vjen xhumo. Hala ka dikush që të përqesh, ende ati ju ka nal ora një 500 vite më herët. Të përqesh, qysh dush mos sjell. Pra me synin e mëshirës, sepse ai nuk është të e ditë ku është. Pra mëshiroje, lutu për te, lutu për shokun e punës, lutu për prindin, lutu për fëmijën tënë. Pra kështu ka vepruar pejgamberi alayhis salam. Kur është kthyer në Mekë të ndershëm vëllezër, pas këtyre ngjarjeve dhe disa ngjarje që ndodhin sa ka qenë në Taif, Allahu xhelle xhelaluhu e dërgon melekun e shpalljes, Gjibrilin, së bashku me 2 engjëj dhe e operojnë. Ja nxjerrin zemrën pejgamberit alayhis salam dhe ja pastrojnë. Ngjarjet janë autentike. Ja pastrojnë me ujë Zemzem dhe ja mbushin me iman, me besim dhe me urtësi. Kjo ishte parapërgatitja e parë për këtë udhëtimin e madh. Dhe pasi që prap e rikthejnë zemrën në vend dhe i është pakje pejgamberit alayhis salam kjo operim në gjoksin e tij dhe nuk ka qenë i pari. Atëherë e ka dërguar Allahu xhelle xhelaluhu melekun Gjibril të shoqëruar me kafshën që i ka bajt pejgambert, i quajtur Borak. Kafsh që i ka shetit pejgamberët. Dhe ka udhëtu prej Qabës në Kuds, siç e përmeni Allahu në Kur'an, prej Mesjidil Haramit për në Qabe në Kuds, për një pjesë natës. E pastaj në Kuds të ndershëm vëllezër, pasi që e ka lidh kafshën e tij, Borakun, aty Allahu xhelle xhelalu ja ka ngjall pejgamberët dhe i ka fal 2 recate. Ju ka pri pejgamberëve. Edhe kjo ka qenë stimulim për pejgamberin e sëm, me i pa vëllezërit e tij. Pra pas atij bojkotit të madh që ju ka bën Mekë disa vite radhazi. Dhe pas asaj ngjarjes që i ndodhin në Taif, Allahu xhelle xhelaluhu sikur po don mi thon, nëse ti je i urryer, i papranuar në tokë, të pranojnë krijesat e qiellit. Prandaj dhe krejt kjo ngjarje ka qenë stimulim për te. Pasi që u afal pejgamberëve 2 rekate namaz, atëherë shoqërohet me melekun Gjibril, ngjitet po në qiell, kësaj i thonë Miraj, ngjitja në qiell. E që në çdo qiell ka pa dikon prej pejgamberëve pastaj. Dhe derisa ka arrit të vendi ashtu quajtur Sidretul Muntaha, pema e përtejme, pema e madhe, e që afër pra mbi katin e 7, afër ti thot Allahu xhelle xhelal është Jannatul Ma'wa, është xheneti i lloj-llojshëm me mirësi. Aty është nal Gjibrili alayhis salam dhe pastaj pejgamberi alayhis salam ka bashkëbisedu me Allahun xhelle xhelaluhu pa ndërmjetësim. Dhe aty Allahu xhelle xhelaluhu por i ka rrëfy pejgamberit alayhis salam dhe i ka premtuar shumë gjëra. Në mesin e çështjeve që i është obligu, ju ka obligu namazi në atë gjendje, në atë vend. E pastaj është kthy pejgamberi alayhis salam. Me të kthyer takohet prap me pejgamber. Në mesin e tyre takohet me Musa alayhis salam. Dhe e pyet me çka të obligoi Allahu? Me 50 kohë namaz. E Musa alayhis salam i sugjeron ktheu te Zoti dhe lutje Zotin ton që ta ul numrin. Pas disa shkurjeve dhe ardhjeve, Allahu xhelle xhelaluhu e ul numrin e obligueshmërisë, por jo dhe shpërblimin. Prej 50-ve në 5, mëshira e dytë që na e kuptojmë nga ky mesazh për neve Allahu xhelle xhelaluhu e ka zbrit shifrën, por jo dhe shpërblimin. Shpërblimi mbetet për 50 të ndershëm vëllezër. Kjo është mëshira Allahu xhelle xhelaluhu. Pasi që kthehet mbrana natës, krejt këtu ka ndodhur mbrana natës vëllezër, se këtu shihet madhështia e fuqisë të Allahu xhelle xhelaluhu.
Allahu xhele xhelalu ka fuqi edhe më të madhe se sa kjo. Krejt që ka ndodhur të ndershëm vëllezër, mrena një pjesë të natës, tha që Aisha radhiyallahu anha kur rëfen dhe kur rëfen, pastaj kur rëfen shokët ngjarjen që përshkruajnë për një pjesë shumë të shkurtë natës. Me të kthyer pejgamberi son mëngjes i rëfen paganëve me kas kurejshve që i ka ndodhur. Dhe prap vije për gënjeshtrimi i radhës. E injorojnë. Madje takojnë Ebu Bekrin dhe i thonë, a e ke ndëgjuar çfarë po thot ai shoku yt? Mrana një pjesë të natës ka shku prej këtu dhe këtu, prej këtu dhe këtu. Ebu Bekri radhiyallahu anhu, pa e taku ende pejgamberin alayhis salam, thot po, i besoj edhe pse se kum taku ende, për atë arsye nga këtu e ka marrë epitetin es-Siddiq. Ebu Bekr es-Siddiq, i sinqerti. Sepse e ka ditë që ato që thot pejgamberi alayhis salam është e vërtetë. Të ndershëm vëllezër, ajo që duam që të nxjerrim për pak çaste mësime, po i numëroj disa prej tyre që na duhen në përditshmëri. Prej mësimeve që nxjerrim nga historiku i Isras dhe Mirajit dhe porosia ime është që të lexoni për Isran dhe Mirajin, sepse koha nuk na premton me rrëfy krejt atë historik. Mësimi i parë është se nga këtu e kuptojmë vlerën e Kudsit, të harruar. Nga këtu, nga kjo ngjarje, inspirohemi për të kuptuar se Kudsi, Mesjidul Aqsa që është në Palestinë, është njëra prej 3 xhamive të shenjta. Njëra prej 3 xhamive të mëdha, që një namaz në ta e ka vlerën e 500 namazeve jashtë saj. Kjo është xhamia që konsiderohet djepi pejgamberëve. Është djepi pejgamberëve, sepse pjesa dërmuese pejgamberëve aty janë dërgu. Allahu xhelle xhelalu për Kudsin po thotë që e kemi bekuar rrethinën e saj. Rrethina e saj është e bekuar dhe e bereqetshme. Por kjo është një mësim që na përkujton ta e dim se kemi hak në Kudsin. Kudsi është i joni, është xhami e shenjtë. Pastaj të ndershëm vëllezër, për mësimeve që nxjerrim është se në këtë udhtim Allahu xhelle xhelaluhu ja ka premtuar pejgamberit alayhis salam 3 hedije, 3 dhurata. Dhuratën e parë që ja ka premtuar është namazi. Prandaj të ndershëm vëllezër, Allahu xhelle xhelaluhu sikur dhe pejgamberëve të tjerë që i ka obliguar me namaz, e ka obliguar dhe pejgamberin alayhis salam dhe ummetin e tij. Dhe të ndershëm vëllezër, namazi është miraxhi i besimtarit, ngritja shpirtërore e besimtarit. Miraxhi i ka ndodhur veç pejgamberit alayhis salam, por Allahu na ka mësuar deri në kiamet na me pas kontakt të drejt për drejt me Allahun xhelle xhelaluhu përmes namazit. I rrëfejmë adhurimin më të çmueshëm, kërkesat dhe ankesat tona. Për atë arsye Allahu xhelle xhelaluhu në suratul Alaq thot: "Wasjud waqtarib", bën sejdë, afrohesh te Zoti. Bën sejdë, që të kryen sejdë, afrohesh te Zoti. Prandaj dhe ka thënë pejgamberi sa më së afërmi robi me Zotin është kur e çet kryt në sejdë. Pra, këtë mirësi ne ka mundsuar neve Allahu xhelle xhelalu. Prandaj të ndershëm vëllezër, namazi është shtylla kryesore e Islamit pas shahadetit. Prandaj ka thënë pejgamberi sa kush e ma namazin e ka marrë Islamin. Namazi është kënaqësia e syve tonë të ndershëm vëllezër. Është lidhja më e fuqishme me Allahun xhelle xhelalu. Është adhurimi më i miri që na ndihmon me të kalu krizat tona, me u afru tek Allahu xhelle xhelalu e kështu me radhë. Pastaj të ndershëm vëllezër, premtimin e dytë, dhuratën e dytë që Allahu xhelle xhelalu ja ka premtuar, është se duke qenë në bashkëbisedim me Allahun xhelle xhelaluhu, Allahu ja ka premtuar zbritjen e 2 ajeteve të fundit të suratul Bekare. Amenur Rasulin që njihet. 2 ajetet e fundit të suratul Bekare që pejgamberi alayhis salam ka thonë: kush i lexon ato mrena natës, i mjaftojnë. Kështu ka ardhur në hadith, i mjaftojnë. E dietarët islam kanë thonë i mjaftojnë si shpërblimi tër natës në zavendësim të namazit natës. Disa tjerë kanë thonë janë mburoj me lejen e Allahut, e mbrojnë besimtarin deri në mëngjes. Pra janë 2 ajetet e fundit që ka parapëlqy pejgamberi sa të lexohen para xhumit. Pra këto ja ka premtuar Allahu xhelle xhelalu pejgamberit alayhis salam e pastaj kanë zbrit në Medinë. Ndërsa pjesën tjetër do ta rrëfejmë në pjesën e dytë të kësaj hutbe, e them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për vetvete dhe për ju, kërkoni edhe falje sepse Allah është falësimtar. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, vërtet në historikun në ngjarjen në mrekullinë e Isras dhe Mirajit, udhëtimit në një pjesë të natës dhe ngjitjes në qiell, ka mësime të shumta, e shtojnë imanin e besimtarit. Është një ngjarje historike
e cila na bën edhe më të fuqishëm në aspektin e besimit. Me dashtë Allahun xhele xhelalu edhe më tepër, me pasu pejgamberin alayhis edhe më tepër, më gëzu edhe më shumë Islamit dhe të mirave që Allahu na ka dhënë. Prandaj kemi nevojë vazhdimisht t'ia kujtojmë vetvetes dhe të lexojmë për këtë histori, këtë ngjarje dhe të tjera. Dhurata e tretë që Allahu xhele xhelalu ja ka premtuar pejgamberit alayhis salam, duke qenë në bashkëbisedim me te, është se i ka premtuar Allahu xhele xhelalu pejgamberit alayhis salam se ai që vdes nga ummeti yt e që nuk ka shoqëruar në asgjë, do t'ja fali mëkatet. Pra të ndershëm vëllezër, kjo është një meritë e veçantë. Ai që vdes prej besimtarëve nuk i ka bën paganizëm, shirk Allahu xhele xhelalu, Allah ja fal mëkatet dhe nuk nin për askënd. Pra të ndershëm vëllezër, këto tri sihari që i ka marrë pejgamberi alayhis salam duke qenë pra në Mirazh dhe shumë ngjarje të tjera dhe ndodhi e premtimi që i ka ndodhur pejgamberit alayhis salam e pastaj gjatë kthyrjes ka pa gjëra shumë interesante, ka pa karavanët e paganëve me kas të cilët kanë shku për tregti, pasi që e refuzuan dhe mohuan këtë ngjarje, Allahu ja mundsoi me i pa, por pejgamberi sa me i pa në mënyrë të drejtë për drejtë karavanët që vinin nga Shamja asaj kohe në drejtim të Mekës dhe kush ju printe atyre. Krejt këto janë mrekulli në veti që edhe më e bojnë më të begat këtë ngjarje. Prandaj të ndershëm vëllezër, patjetër se këto janë ato rrëfimet që tham në ligjëratën para hutbes, ku Allah në surën e Yusuf po thot laqad kana fi qasasihim ibra li ulil albab. Vërtet në rrëfimin e këtyre ngjarjeve ka mësime për të zotët e mendjes. Andaj të ndershëm vëllezër, pra kur ne lexojmë, pajisemi me ditori, motivohemi, fuqizohemi, edhe më tepër na shtohet për besimi në fen e Allahu xhele xhelaluhu dhe nikosisht është inkurajim për vazhdimsi në adhurim. Lusim Allahun xhele xhelaluhu që të na mundëson ta pasojmë rrugën e pejgamberit alayhis salam, ta duam Allahun xhele xhelalu, ta duam pejgamberin alayhis salam, lusim Allahun xhele xhelalu për pranim të veprave, për vetvete, për ju, për gjithë muslimanët. Lusim Allahun xhele xhelalu, Allah t'i fal mëkatet tona të juajt, prindve tan të juajt, mësuesve tan dhe të juajt, paraardhësve tan gjithë muslimanëve. Lusim Allahun xhele xhelaluhu, që Allah t'i kalon vështirësitë nga ne, nga ju, nga shoqëria ju dhe nga gjithë muslimanët ka do që janë. Lusim Allahun xhele xhelaluhu t'i shëron të smurit tan dhe t'i mëshiron të vdekurit tan.